Bijtë e mi, në sotërimet tona në Tomoric, ka një katon të banuar me emrin Orkov, që në një anë ka malin dhe në tjetrën një lumë. Midis malit dhe katondit kalon një rrjedh ujë, dhe pranë kësaj rrjedhe ujë, në drejtim të malit, gjendet një damar floriri. Është mirë ta dini këtë, sepse ai vend është yni. Autori i këtij testamenti ndjellës, i shkruar në vitin e largët 1510, është John Muzaka, i biri i Gjin Muzakës, një prej bashkëkohësve dhe bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Gjergj Kastriot Skënderbeut. I larguar pas pushtimit të Arbërisë nga otomanët dhe i strehuar në mbretërinë e Napolit në Itali, në vitet e fundit të jetës, John Muzaka, ashtu siç e kishin zakon të gjithë feudalet e mëdhenj, ishte kujdesur të linte pas një testament të hollësishëm për fëmijët e tij. Muzakajt kishin zotruar një nga principatat më të mëdha dhe më të fuqishme në territoret e banuara nga shqiptarët. Pronat e tyre, të trashëguara apo të zaptuara me dhunë, shtriheshin mes lumenjve vjozë dhe shkumbin, dhe përfshinin gjithë myzeqenë e sotme, emërtim që vjen prej mbiemrit të tyre Muzaka, me formë të hershme Muzakia, por edhe Vlorën, Beratin, Skraparin, Korçën, Devollin, duke u futur në territorin grek të tanishëm dhe duke u shtrirë gjerë përtej kosturit. I përfshirë për herë të fundit në këtë libër të historianit Pëllumb Xhufi, i cili sjell edhe versionin origjinal në italisht, ky testament është vlerësuar maksimalisht nga studiuesit dhe historianët për të dhënat krejt autentike që John Muzaka ka dhënë për ngjarjet e përjetuara prej tij gjatë periudhës së kryengritjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut. Porse në këtë testament, për habije përshkruar 2 herë dhe pa asnjë ndryshim në detaje, në fillim dhe në fund të tij, ka edhe një të dhënë përvëluese. Ka një shpjegim që thotë se si në zotrimet e tyre që shtriheshin në brendësi të territorit të Shqipërisë së tanishme, Muzakajt kanë pasur edhe një minier ari. Në drejtim të malit gjendet një damar floriri. Është mirë ta dini këtë, sepse ai vend është yni. Por ç'është kjo minier floriri në Tomoric? A ka qenë e njohur dhe shfrytzueshme në kohën kur e dëshmon John Muzaka? Po mëtej, gjatë periudhës së gjatë të pushtimit osman, çfarë ka patur dhe çfarë dihet për këtë minier? Dhe në fund, a ekziston sot në Tomoric një minier e tillë diku në natyrë, apo qoftë vetëm në memorien e banorëve të zonës? Duhet pranuar se koha ka bërë të sajën. Qysh nga përpilimi i këtij testamenti, kanë kaluar 5 shekuj, edhe për fat keq, nga të dhënat e John Muzakës ka vetëm një detaj të vërtetueshëm. Thuhet se miniera e Floririt, saktësisht damari i arit, është pozicionuar në zonën e luginës së Tomoricës, ku rrjedh lumi me të njëjtin emër, një nocion gjeografik që vendoset pas malit të Tomorit ose në anën lindore të tij. Në vazhdim e dhëna e dytë e vlefshme, emri i fshatit Horkov apo Orkov nuk përputhet me realitetin. Në zonë nuk ka një fshat me këtë emër, dhe për fat keq, emërtimi Orkov nuk është identifikuar as në ndonjë hartë të vjetër apo të re. Nga ana tjetër, Tomorica është një zonë e stërmadhe, ku përfshihen në 10 fshatra dhe ku kërkimet pa të dhëna shtesë do të ngjanin shumë me tentativat për gjetjen e gjilpërës në kasht. Por kur mëson se gjatë kohës së komunizmit, damarin e Floririt për të cilin shkruan John Muzaka e kanë kërkuar të paktën 2 ekspedita gjeologësh, gjithçka bëhet edhe më interesante, edhe më e besueshme.
Ne u nisëm në kërkim të kësaj historie të vjetër me një makinë të përshtatshme. Dhe bëm mirë pasi për te Çorovodës, rruga edhe në kohën më të mirë është vështirësisht e përballueshme. Në Çorovod na priti Kujtim Lame, ish sekretari i rinisë së rrethit në kohën e regjimit të shkuar, dhe fatmirësisht, njeriu në qendër të gjithë kësaj historie të Floririt të Muzakajve. Kjo sepse Kujtim Lame ishte banor i zonës, të cilit në fillim të dhjetorit të vitit 1983 do i trokisnin në derë për t'i ngarkuar një porosi të drejt për drejt të Ramiz Alis. Mbas viteve 82-83, si duket edhe vendi ekonomikisht po rënohesh, Ramiz Alia gjykoi që t'i kthehesh edhe një herë testamentit të Gjon Muzakës. Në këto rrethana, Kostaqi Lazari ishte një nga ndihmësit e Ramiz Alis, edhe Dashtodër Vishi te nga Skrapari, edhe një miku im, shumë i vjetër, e shumë i respektuar prej meje, ardhën në Skrapar, u takon me mua, edhe ma besuan që në zonën e Tomoricës, unë të shikoja mundësin për të takuar njerëz që mund të kishin djeni se ku bëhesh fjalë për testamentin e Gjon Muzakës. Ekspedita e parë e dërguar për të gjetur minierën e Floririt, sipas të dhënave që gjenden në testamentin e Gjon Muzakës, është ndërmarrë në fillim të viteve 70 të shekullit të kaluar. Por gjithçka kishte dështuar për shkak të orientimit të kërkimeve në një zonë të gabuar. Duket gjeologët, me të kaluar qafën e Devëris, duke udhëtuar në drejtim të Mëlovës, shohin poshtë në luginën e lumit Tomoric, një vend që pothuaj përputhej me përshkrimin e Gjon Muzakës. Një lum, një vijë uji, një faqe mali dhe një fshat që quhej Rehov, pra i ngjashëm në shqiptim me fshatin Orkov të testamentit. Ka një katun të banuar me emrin Orkov, që në një anë ka malin dhe në tjetrën një lum. 15 vjet përpara se të vdiste Enver Hoxha, fillon historia për të kërkuar testamentin e Gjon Muzakës këtu në Skrapar. Lidhur nga fakti i testamentit, ekspedita gjeologjike erdhi dhe u vendos këtu në Rehov, ku plotësoheshin disa nga të dhënat që përmbante testamenti. Ishte pruaj që vinte nga fshati Kuq, ishte lumi i Tomoricës, dhe njëkohësisht përballë tia ishte mali i Zaloshnjës. Nisur nga ky fakt i emërimit Rehov, ata kujton se kjo në vite e në shekuj do të kishte pësuar ndryshime gjuhësore. Ndaj edhe ju referuan. Por ajo që e gabuar sepse formacionet ishin ngërqërore, në të cilat nuk mund të bëhet fjalë të gjesh mineralet të rralla. Duke mos i identifikuar asnjë shenjë në përbërjen e tokës nga ato që çojnë në përfundimin se zona është mineral mbajtëse, gjeologët ishin larguar të shgënjyer. Mendja jon. Por se pak më shumë se një dekadë më pas, Ramiz Alia, njeriu që praktikisht drejtonte shtetin shqiptar të kohës, i rikthehet minierës së Floririt të Muzakajve. Këtë radhë, gjithçka kryhet me kujdesin më të madh. Kërkimet për minierën i ngarkohen sekretarit të rinisë Kujtim Lame, i cili udhëzohet të pyes banorët e zonës së Tomoricës me qëllim që të grumbullojë gojëdhëna të ndryshme për ekzistencën e minierës. Dhe Kujtim Lame rrëfen se ka qenë me fat në kërkimet e tij. Shkova në një mbledhje me rinin në Trodh dhe atje shkova për darkë tek një miku im. Hapa një muhabet që kishte të bënte pse flitet në Tomoric që ka Flori. Ai, si i manqur kishte dhe i zgjuar dhe me kujtes, më thot, po pse, thot, je bërë interesuar. Dhe unë i them, a ka një vend që quhet Orkovës në të zonë? Ai mu përgjigj, po, thot, ja këtu Matansha diton, a një vend quhet Orkovës dhe ka patur ca shtëpi, po kjo është shumë e hershme. Dhe këto familje janë larguar këtu e 100 vjet përpara.
Me kalimin e ditëve, historitë e grumbulluara bëhen të shumta. Kojdhënët të ndryshme e pohonin ekzistencën e minierës në kohën e pushtimit osman, madje jepnin edhe detaje që e përshkruanin si të vendosur në një zonë që mbahej sekret. Kam shkuar në një familje tjetër rastisht, dhe atje u hap më beti se në Tomoric flitej se ka pasur flori. Pa ditur se ky flori nga vinte. Edhe më tregoi se si një djalë nga zona e Tomoricës, në kohën e Turqisë, kishte shkuar emigrant, edhe rastësia kishte çuar një familje të pasur, edhe atje shërbente asaj familje. Kryefamiljari, gjyshi në atë familje, i pa thonë njerë, po ti o djalë që vjen nga Shqipëria, nga cili vend tje? Ky e bën me djeni që unë jam nga një vend që quhet Tomoric. Shumë interesante, i thot, po pse s'punon atje ti? Në Tomoric thot, përpunohet floriri. Mëtej, banorët kishin rrëfyer edhe histori të trashëguara që thoshin se për mineralet e zonës ishin interesuar edhe ushtarakët austriak gjatë luftës së parë, si dhe ata gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Por ku ishte vendodhja e fshatit Orkov, nga praktikisht duhet të niste çdo lloj orientimi apo kërkimi për minierën? Aty ku nga të natë që kalova u darkova ndaj familja e Belur Qelës në Trodh, ne kemi shkuar dhe kemi hulumtuar me një shokun tim, me Sevedi Ngurin, dhe kemi gjetur keramik, pra kemi gjetur një vend banimi të hershëm. Më vonë unë kam mësuar, muzakajt kanë patur një vend, një stacion ose një shtëpi ku aty pushonin ose veronin në periudha të ndryshme. Cili ky ishte pranë fshatit për të cilin bëhet fjalë për Orkovën. Pra, fshati Orkov, i përmendur në testamentin e Gjon Muzakës dhe i ruajtur në memorien e banorëve vendas në formën zvogluese Orkovës, dëshmohet të ketë qenë i vendosur në verilindje të malit të Tomorit. Dhe nëse dekriptimi i të dhënave që Gjon Muzaka jep do të niset nga kjo pikë, faqja e malit përballë, ku mund të ketë ekzistuar miniera, i përket malit të Koshnicës. Ramiz Alia njoftohet për zbulimin e vendodhjes së fshatit Orkov, të përshkruar në testamentin e Gjon Muzakës, në fund të dhjetorit të vitit 1983. Pak muaj më pas, në mes të prillit të vitit 1984, në Çorovod mbërrin një ekspedit gjeologësh e kryesuar nga specialisti më i mirë i mineraleve të rralla, Zini Sinojmeri. Në grupin e gjeologëve ardhi dhe Zeni Sinojmeri, kjo gjeologu i Shqipërisë. Ai sa mbriti në zonën ku rrithin burimet nga mali i Koshnicës në lumin e Tomoricës, ul atje dhe vuri në djeni se këtu jemi në një zonë mineral mbajtëse, për të cilën dhe sugjeroj që ne nuk e kemi në artën gjeologjike të Shqipërisë. Mbas disa ditësh eksplorimi që u bë malit, ai më tregoi një histori të veçantë, shumë interesante. Edhe ai mori shkak sepse gjatë ditëve që eksploronin gjeologët bashkë me dhe kam qenë dhe unë, gjetëm skorje të furrave të shkrirje. Ai mbasi pa këto e tregoi që në malin e Bardh, që është në krahun tjetër nga rrethi Gromshit, ka gjetur një qyp të madh me dimensione të veçanta dhe nuk e përcaktonin dot se edhe për periudhën dhe përse ka qenë përdorur. Një nga arkeologët me të cilin bën dhe konsultime, u fut brenda në qyp dhe në fund të tija, duke pastruar, gjeti 30 gramar. Ekipi i gjeologëve do të punonte të paktën 2 vjet në terren, duke ndërtuar hartat e para të zonës mineral mbajtëse. Ata do të dërgonin në laborator edhe kampion të shumë të shkëmbinjsh, ku do të bëheshin edhe vlerësimet për mineralet dhe përqindjet e tyre. Pas largimit të ekspeditës kërkimore, një grup minatorësh të ndihmuar edhe nga banorët e zonës do të hapnin edhe një galeri për të eksploruar malin nga brenda,
por në prag të ndryshimit të sistemit politik, gjithçka ndërpritet. Në përfundim të tërë punës që bën grupi gjeolog, kishin detyrimin të informonin Ramis Alin për rezultatet. Dhe mbaj mend shumë mirë që në atë informacion u paraqitën 15 lloj minerale të rralla, të cilat gjendeshin në masivin e malit të Koshnicës. Dhe mbas këtij informacioni, ata kanë ndërprer punimet dhe me sa kam marrë informacion, gjithë grupi ka shkuar në veri. Si duket për të ndihmuar sa të ishte mundur për kërkime gjeologjike për të nxjerrë nga kolapsi situatën ekonomike të asaj periudhe. Rrugtimi nga Tirana për në thellësi të zonës së Tomoricës është raskapitës. Vetëm në vajtje kilometrazhi shënon rreth 300 kilometër, një pjesë e mirë e përshkuar në një rrugë që pak lloje automjetesh mund ta përballojnë. Destinacioni ynë është galeria e hapur nga ekspedita e fundit. Që të shkosh atje duhet të lësh pas Mëlovën, të kalosh Gjerbësin, të futesh në shtratin e Tomoricës dhe të ngjitesh në drejtim të fshatit Zhep. Galeria gjendet pak kilometër më lart, në malin e Koshnicës, saktësisht në vendin e quajtur Kroji i Seferit. Këtu ka një galeri. Ka ikur 156 metra tutje. Ka dy degëzime, një ka 90 metër, një 50 metër. Në distancën që na gryka, deri atje të 70 metri janë bërë degëzimet. Erozioni dhe rrëshqitja e shkëmbinjve e kanë mbyllur hyrjen e galerisë, por shoqëruesit thonë se damari mineral mbajtës fillimisht është gjetur sipër saj. Po, duke qenë se ka shumë hekur, është i kuq. Nuk është. Duhet pranuar se ngjyra dhe përbërja e shkëmbinjve të këtij mali është krejt e ndryshme dhe e pangjashme me formacionet e zakonshme që gjithkush mund të ruajë në memorie. Ata janë herë të kuqerrem, herë të gjelbër, apo krejt të zinj. Vetë kjo zonë ka paraqitur interes para viteve 90 nga ana jo vetëm gjeologjike, por edhe përmbajtës e mineralëve dhe sulfid dhe sidomos mineralëve të çmuar. Ecuria ekonomike e vendit tonë i detyroi që këto punimet më vazhdonin më, pasi nuk kishte mundësi financimi. Nga ato që pash këtu dhe ato që kam lexuar, jo dëgjuar llave, po lexuar, këto lloje efuzivësh me këto karakteristika shoqëruese të ndryshimeve anësore, duke patur parasysh dhe në zona të tjera analoge, në shtrirje për shembull. Mendoj që këtu kanë përhapje mineralet e bakrit, plumbit, zingut. Natyrisht, tani për tani mund të them që janë shumë të varfër. Punimet e mëtejshme të vlerësimit do të përcaktojnë fundin e këtyre, nëse ja vlen nga ana ekonomike apo jo. Por duke qenë se kanë edhe mineralet të tjerë, argjend. Duke kërkuar në copëzat e nxjerra nga galeria, ne përzgjodhëm disa kampione shkëmbinjsh, të cilët, sidomos kur thyhen, shfaqin kokriza të vogla me shkëlqim metalik, që hera herës kanë ngjyrën e verdh të floririt. Ndërsa banorët e bëjnë situatën edhe më interesante, duke na rrthyer se ne jemi vetëm të fundit në radhë që kemi shfaqur interes për shkëmbinj të nxjerrë dikur nga galeria në rrëz të malit të Koshnicës. Sipas tyre, kohë pas kohe, në këtë zonë shfaqen udhëtar të interesuar për minierën e përmendur në testamentin e Gjon Muzakës, të cilët pasi vizitojnë vendin pranë galerisë, ashtu si edhe ne,
zgjedhin shkëmbinj për t'i marrë me vete dhe largohen. Por çfarë fshihet në shkëmbinj tek këtij mali? Sigurisht që informacionin më të plot duhet ta ketë hartuar ekspedita zyrtare që nisi kërkimet në vitin 1984. Profesor Aleksandr Qina, një nga mineralogët e njohur shqiptar, e ka gjithsesi një përgjigje. Në kohët e lashta, njerëzit çfarë gjëje që ka tërhequr vëmendje në pamje, me shkëlqim, me ngjyra, me njërin tjetrën, e janë munduar ta shikojnë në aspektin e përdorimit praktik të tyre. Por ne nuk kemi pasur në Shqipëri dhe është në geologji asnjë gjë nuk përjashtohet. Thuhet që ka mundësi të gjendet ose s'ka mundësi të gjendet dhe praktikisht kërkimi konkret pastaj i zbulon nëse ekziston ky lloj minerali ose nuk ekziston ky minerali. Nga përvoja që kam parë vendburimet e Rubikut, vendburimin e Poravit, vendburimin e Gjegjanit, vendburimet e Rehovës, në Palaj, Karmen, dhe i kam studiuar dhe në mikroskop dhe i kam parë kompleksin e mineraleve, ato janë gjithmonë minerale të bakrit, quhet kalkopirit, i shoqëruar shpeshherë me një mineral të zingut, quhet sfalerit, me një mineral të plumit që quhet galenit dhe me shenja të mineraleve të arit. Kemi parë ar të lirë dhe ar që hyn në përbërjen e mineraleve të tjerë. Ky është gjithmonë një ar shoqërues. Nuk janë vendburime të mirëfillta të arit. Njeriu që ka studiuar një pjesë të mirë të vendburimeve të mineraleve të rralla në Shqipëri, duke u nisur nga një analizë logjike, mundohet të shpjegojë edhe pikpyetjen se pse pas zbulimit të kësaj zone në vitin 1984, shteti i kohës nuk vendosi të ngrinte infrastrukturën për ta shfrytzuar. E para njëherë duhet të ketë rezerva që t'ia vletë të ngresh minjerë. Dhe kjo nuk del vetëm nga geologu, po del nga një bashkëpunim me inxhinierin e minjerës dhe me ekonomistin, të cilit bëjnë vlerësimin sa duhet jetë përmbajtja, sasia minimale e rezervave që të mund të ngresh një minjerë. Ti mund të gjesh mineral shumë të pasur, ai është 10 ton, 15 ton, nuk ka vlerë. Në çdo vlerësim të një vendburimi janë 2 parametra. Parametri i parë është sasia, e dyta është cilësia, përmbajtja. Dhe treta, ku është? Ai mund të jetë një maj mali që ti duhet të ngresh të hapësh një rrugë 20 kilometra që s'ka vlerë. Më kupton, domethënë janë gjëra të cilat dalin si rrjedhim i një vlerësimi kompleks i shumë faktorëve. Por çfarë thot raporti zyrtar i ekspeditës që filluar nga viti 1984 eksploroi masivin e malit të Koshnicës dhe skajet e tij. Ne patëm fatin të gjejmë një nga raportet të shoqëruar edhe me hartën përkatëse. Ja se çfarë shkruhet në krye të studimit. Në zonën Guri Prer Vidhan, në vitin 1984, janë kryer kërkime për mundësinë e gjetjes së damarit armbajtës që bëhet fjalë në testamentin e Gjon Muzakës. Ja dhe të dhënat analizave laboratorike për llojin dhe sasinë e mineraleve të gjetura në zonën e Zerecit. Analiza spektrale i jep këto përmbajtje: bakër 0.003%, plumb 0.001%, zink 0.01 deri në 0.014%, kobalt 0.03%, argjent 0.1 deri në 0.4%, ndërsa analiza kimike për ar jep shenjat të tij. Pak më lart në vendin e quajtur Guri i Prer, analizat e kampionëve janë më interesante. Bakri shkon në nivelet deri në 1%, hekuri gati 4%, ndërsa kobalti, arseniku dhe argjendi janë në sasi të papërfillshme. Ndërsa rezultatet e kampionëve të marra në galerinë e Krojit të Seferit janë dekurajuese, pasi në asnjë rast nuk e identifikojnë praninë e arit. Gjithsesi, pjesa më interesante e raportit
Bën fjalë për një numër anomalish gjeologjike me llumra të arit me intensitet 8 gama dhe mbi 10 gama, të platinit me intensitet mbi 10 gama, më pak të zinkut me intensitet 150 gama dhe bakrit me intensitet mbi 180 gama. Kuriozitetin e shton mëtej edhe harta shoqëruese e studimit, ku simboli AU, që tregon praninë e arit, është shpërndar pa kursim nga përpiluesit. Si mund të jetë e vërteta? Për sa i përket kësaj gojdhane, do them unë, ose testament që është gjetur, që nga gjysma e dytë e viteve 80 është vlerësuar edhe ky problem në këtë zonë. Dhe aty kemi të bëjmë disa formacione që në gjeologët i them formacion vulkanizer sedimentar, që ka përbërje bazaltish, i themi ne me damar, kuarci, dhe nga verifikimet që janë bërë gjatë kësaj kohe nga gjeolog të ekspeditës që varet nga gjeologjia e Tiranës, janë takuar shenja dhe bakri, po jo industrial, me një përmbajtje në këto bazaltet që ne gjeologët i quajmë kështu, janë takuar shenja bakri me përmbajtje që varion nga 0,2%, 0,3%, në rini vetëm në një rast në një provë 0,58%. Pra pothuajse në përgjithësi jashtë kondicioneve për shfrytëzim, për industri. Dhe bashkëquesi i tij në këto damar kuarci brenda bazalteve është edhe ari. Nga vlerësimi që është bërë në atë kohë, përmbajtja e arit ka variuar nga 0,2 deri 0,4 gram për ton. Pra jashtë kondicionit industrial. Sigurisht që nuk mund të themi që e gjithë zona është e zoruar, se edhe studiusit që kanë të kaluar rekomandime dhe tjera për të vazhduar. Kuptohet që ky material ka përfunduar në vitet 90 dhe në vitet 90 pastaj shumë punime, shumë ekspedite janë tërhequr. Por edhe duke patur parasysh ndërtimin gjeologjik, formacioni ku ndodhet në atë që ne i themi seri vulkanike dhe sedimentare, ndë kemi gjithë masivit e këtyre që nga vendburimi i gjegjerit, të Rubikut, i Përave, që në këto formacione, prania e arit në këto nuk është e nivellit larta, është e nivellit ulta. Prania e arit është me i lartë në sa objekte tjera bashkëquës me bakrin, nuk është në tillë formacione. Megjithatë, asgjë ndër sa studiuesit ka dhënë rekomandime, kush ka interes mund të hyjë kësaj punë. Ne që thonë këto ka magnezik të Pra bashkë me drejtorin e Shërbimit Gjeologjik të Shqipërisë, skeptikët për ekzistencën e një minere floriri në zonën e Tomoricës janë të shumtë dhe gjykimi i tyre vlen të merret seriozisht, pasi që të gjithë kanë qenë ndër më të mirët, qoftë në terren, qoftë në studimin e zonave mineral mbajtëse të Shqipërisë. Por se që të gjithë ata janë të mendimit se kërkimet në këtë zonë nuk kanë një formë përfundimtare. Dihet se me damarët e kuarcit ka prezencari, por vlerësimi që është bërë kësaj pjese në atë rajon, po është punuar, është thashtë për masave një përmbajtje 0,2 deri 0,4 gram për ton. Gjithsesi, gjërat janë të hapura, nuk është thënë që çdo gjë është e zoruar atje, masë ka kërkesa të tjera, siç kemi kërkesa edhe për zona të tjera për kërkuar para që është në rajonin e Përmetit. Por asgjë nuk është e rastësishme. Me këtë ndërtim gjeologjik, me këto formacione shkëmbore, me këtë zhvillim në kohë të ndryshme të gjeologjisë së Shqipërisë, presupozohet që Shqipëria, parashikohet që Shqipëria të ketë mineralizim kromi, mineralizim nikeli, mineralizim bakri, pak shenja mineralizimit platinit, shenja të mineralizimeve të arit. Kjo është kuadri quhet metallogjenik që afron ky ndërtim gjeologjik, kjo përbërje shkëmbore dhe ky zhvillim gjeologjik i Shqipërisë. Bijtë e mi, në sotërimet tona në Tomoricë, ka një katun të banuar me emrin Orkov, që në një anë ka malin dhe në tjetrën një lumë. Midis malit dhe katundit kalon një rrjedh uji, dhe pranë kësaj rrjedhe uji, në drejtim të malit, gjendet një damar floriri. Është mirë ta dini këtë, sepse ai vend është yni. Kjo është historia e vjetër dhe e re e testamentit të Gjon Muzakës, bashkosit të Gjergj Kastriot Skënderbeut, i cili në vitet e fundit të jetës u la trashëgim djemve të tij një minier floriri në zonën e Tomoricës në Skrapar. Është një histori që rrëzohet nga kërkimet e deritanishme dhe goditet sidomos nga koncepti i gjeologëve dhe mineralogëve shqiptar, sipas të cilit në territorin e Shqipërisë në asnjë rast nuk është gjetur mineral floriri i pastër,
pra që nuk vjen si shoqërues në minorancë i një tjetër minerali, siç është zakonisht ai i bakrit. Marrin galeri. Gjithsesi, të njëjtët specialistë asnjëherë nuk e përjashtojnë kategorikisht mundësinë e një miniere floriri në kohë të hershme. Fundja, të gjitha të dhënat në testamentin e Gjon Muzakës përputhen me studimin e bërë nga gjeologët filluar nga viti 1984. Përputhje realizohet madje edhe me praninë mes metaleve të tjerë të përqindjeve të vogla të arit. Mungon vetëm miniera.